edhe lutna edhe me kryesesë edhe kështu në lutje gjatë lutjeve për dy prindit e mi. Prindit i kemi bërë gjithë shumë, pa mos. Sidomos nenave, nonave, ju kemi bërë shumë. Myftit anë në bërë botë s'ka janë, duhet me thonë kitë fjalia ta, jo, shumë lutje thot nuk i kthen Zoti mbrapsht, i madhe Allah. Po të rinj janë kryesorja që nuk i kthe kohë. Kjo është prindit për evlan. I dyti është agjerusi kur e agjerë Ramazan, o të pranume. I treti tha, është e ka pak më ndryshe. Kush është ai? Ai tha është që Pas momente të mira në jetën tënde. momentet mira? Cili ka një moment më i mirë? Më i mirë konë kur i mullë në prindve. Prind cëllit do, prind. Qysh e runë këtë kujtim sot? Më ka përgaj, a? Qysh e runë sot në kujtim? Sot unë edhe ka edhe folna, edhe lutna edhe me kryesesë edhe kështu në lutje gjatë lutjeve për dy prindit e mi. Lutna pak u fi pa mos, po ajo s'mjafton. Pse? S'mjafton? Prindit i kemi bërë gjithë shumë, pa mos. Sidomos nenave, nonave, ju kemi bërë shumë. Pa marrë parasysh çfarë këmbi ka, çfarë gjuhë e flet, çfarë ngjyre ka, çfarë feje fisi ka, ku jeton, s'mirën këtë parasysh sa. Gjithë njerëzimi i ka bërë që nënës i ka 3 herë, babës i ka 1 herë. Se nënës 3 herë thot në Kur'an. Kur e kanë vetë Muhamedin alayhis salam, a duhet nonna a baba? Thot nonna. Ja ban të njëjtën pyetje dytën herë thot nonna. Tretën pyetje tretën herë thot nonna. E pse thot nonna? Thot e katërtën thash baba. E pse thot 3 herë do me dash nonën, ma tepër se thot baba. Arsyet janë shtatzania në kyën mund ato, pa marrë parasysh mbetja e shtatzane. Ruajtjen e shtatzanis deri në lindje. E dyta o lindja, se ka dhimbje të mëdha thujnë. Na simi femna dhe s'na ka ato? jo, edhe mirë, falë Zotit se s'na ka caktu aty. Dhimbje kanë të mëdha gjatë lindjes. E treta, edukimi të folurit, ushqimi, deri sa të bash. E çdo fëmijë në botë thonë që e lind musliman deri t'i mbush 7 vite. Musliman. Sert, kanë thonë të parë tonë që kur ju kanë vdekë fëmija këto në moshën 7 vjeçar, deri në 7 i kanë shni dhejën në përmej gjatarave. Nuk i kanë shni në varreza. Se nuk i kanë ditë a janë musliman, a janë krishterë. Një mesazh që gjithë prindëve, gjithatë sidomos që dëshirojnë t'i pajnë respekt më shumë prindëve dhe atyre që domethënë duhet për prindë. Po, falë Zotit, faleminderit shumë se edhe kjo është shumë e saktë. Këtë fjali duhet me ja thonë hoxhallart ose myftiu Naim Tërnava, edhe myftit anë në bërë botë s'ka janë, duhet me thonë këtë fjalia ta, jonë. Se ti jo? Ata? Se kështu, unë e këmë ngu Elvis Naqin shumë, një hoqë nga Shqipëria, E dëgjojmë gjithë? jetën në Teran, edhe thëtë kështu, shumë lutje thëtë nuk i kthen Zoti mbrapsht, i madhe Allah. Po të rinj janë kryesorja që nuk i kthe kur. Cilat janë ato? E para lutja është prindit për evlan. Çfarë du shkohet jenë, merr abdes, ulet, i ngri durt lart. Ma mira më kthy ka kibla, po nëse nuk e di ka kibla, i ngri durt lart edhe lutet. Si ja kthen mbrapsht. Ka pranuar, çfarë do të lutet? I dyti është agjerusi kur e agjerë Ramazanin, e shtron bukën 10 minutë para kohë, në tavolinë se përpara i kanë çujt sofra, tervesa kështu ashtu, në tavolinë dhe i ngri durt lart. 10 minutë para iftarit, edhe lutet, çfarë do të lutet, e ka të pranuar. I treti tha, është e ka pak më ndryshe. Kush është ai? Ai tha është që ja kanë hangër hisen, i kanë bërë dëm, e kanë lëndu shumë me gjona ndryshme, me sene ndryshme.
Tha, në mes tije dhe në mes Allahut Gjeleshanohu, tha, perdën nuk ekziston e ka hik, tha, perdën i modhi Allah. Edhe, çka do me thonë kjo, tha? Kjo, tha, do me thonë që hala pa e përfundu lutjen. Çfarë do të quhet që lutet, çka do të quhet që lutet, e ka pranuar, hala pa e përfundu. Kështu që faleminderit shumë, Të kërkohet. ju kërkoj suksese, pa kufi dhe pa mos. Ju dëshiroj dhe ju uroj. Modhi Allah, qoftë me juve dhe ju ndihmot pa kufi pa mos. Uroj shëndet më të mirat për ty dhe familjen tënde. Faleminderit shumë. Halo.